Imitimi, taqlid. Instikti për imitim është karakteristika më e fortë e natyrës njerëzore. Njëkohësisht është edhe veçoria më e dobishme dhe më e vlefshme. Kjo i ndihmon fëmijës të përparojë me procesin e të mësuarit të tij, si ngrënia, veshja, të folurit dhe ndodhit e tjera shoqërore të rrethinës së tij. Qenia njerëzore është një imitues natyral dhe e bën këtë gjatë tërë jetës së tij, por fëmijët deri në moshën 5 vjeçare e bëjnë këtë më shpesh. Për një kohë më të gjatë aftësitë e fëmijës nuk janë aq të zhvilluara, kështu që ai nuk është në gjendje të vendosë për rrjedhën e veprimit krye në vete. Në këtë periudhë ai imiton atë çka prindërit dhe të tjerët bëjnë para tij. Fëmijët e dëgjojnë fjalën ujë nga prindërit dhe mundohen ta përsërisin. Pastaj mundohen ta kuptojnë domethënien e fjalës dhe ta përdorin atë fjalë në kohën e duhur. Vajza e vëzhgon nënën e vet duke e pastruar dhomën dhe duke i larë rrobat. Edhe ajo mundohet të kryejë ndonjë punë të përditshme. Ajo sheh se nëna e vet i kushton vëmendjen përdorimit të zjarrit dhe i lan frutat para se të hiqen lëvozhgat dhe të hahen. Edhe ajo imiton këto veprime. Ajo sheh se prindërit dhe motrat dhe vëllezërit më të vjetër i rregullojnë gjërat e shtëpisë, edhe ajo mundohet t'i kopjojë ata në veprimet e tyre. Ajo vëren se prindërit e saj flasin butë me të tjerët, prandaj edhe i kultivon sjelljet e mira. Ajo vëren se prindërit dhe motra e vëllezërit më të vjetër janë duke i ndihmuar njëri tjetrit në kryerjen e punëve të shtëpisë. Edhe ajo mundohet t'u ofrojë dorën e ndihmës. Kur ajo e sheh se prindërit e saj po e kalojnë rrugën në mënyrë të rregullt në vendin e caktuar për këmbësor, edhe ajo e mëson ta bëjë këtë. Kur djali e sheh baban e tij duke punuar në kopësht, obor, apo është duke riparuar ndonjë pajisje të shtëpisë, edhe ai do të mundohet të mësojë detyrën e njëjtë. Në fillim mundohet t'i bëjë këto gjëra përmes lojës, por me kalimin e kohës ai do të fitojë mjeshtri. Disa prej tyre bëhen aq të aftë sa që e marrin këtë aktivitet si ndonjë profesion. Rritja dhe formimi i fëmijës arrihet më mirë duke u treguar atyre ndonjë shembull se sa të bëhet përshkrimi i tij. Imitimi i veprimeve të më të rriturve është një fenomen automatik te fëmijët dhe atyre nuk ka nevojë të thuhet që t'i kryejnë këto veprime. Nëse prindi është i vrazhd, i pasjellshëm dhe i pacip, fëmia do t'i pasojë hapat e tij. Kur nëna është grindavece dhe e pandjeshme, atëherë ka gjasa që edhe fëmijët të bëhen si ajo. Nëse edukuesi është një person gënjeshtar, qyqar dhe i pandershëm, ai nuk mund të presë që nxënësit e tij të bëhen të sinqert, guximtar dhe të ndershëm. Fëmijët nuk ju vën shumë vëmendjen predikimit të vjetërve, ata preferojnë më shumë imitimin e tyre. Prandaj është e domosdoshme shtytja e shprehisë së imitimit te fëmijët. Kujdesi duhet i kushtohet asaj që më të vjetrit t'i kryejnë veprimet e tilla në praninë e fëmijëve, që ata të rriten si individ sa më ideal. Për hir të dashurisë ndaj fëmijëve të tyre, prindërit duhet t'i reformojnë shprehitë e tyre në mënyrë që ta sigurojnë një pamje ideale për ata. Prindërit duhet gjithmonë të kenë ndërmend se është shumë vështirë t'i ndalojnë fëmijët nga imitimi i shprehive të tyre, të mira apo të këqija.